nga dhjata vjetër tani, tek Gjyqtarët, kapitulli 16. Gjyqtarët, nga paragrafi 4. Gjyqtarët, kapitulli 16, paragrafi 4. Gjyqtarët, kapitulli 16, paragrafi 4. Mbas kësaj ra në dashuri me një grua nga lugina e Sorekut, që quhej Delilah. Atëherë princat e filistejve të shkuan tek ajo dhe i thanë: bëje për vete dhe zbulo ku qëndron tërë ajo forcë e madhe e tij, në mënyrë që ta mposhtim për ta lidhur dhe për ta nënshtruar. Pastaj do të japim secili 1100 sikla argjendi. Kështu Delilah i tha Sansonit: më thuaj të lutem, ku qëndron forca jote e madhe dhe në çfarë mënyre mund të lidhin që të nënshtrojnë? Sansoni ju përgjigj: në rast se më lidhin me 7 tela të freskëta, jo akoma të thara të harkut, do të bëhem i dobët dhe do të jem si gjithë burrat e tjerë. Atëherë princat e filistejt i sollën 7 tela të freskëta harku, jo akoma të thata, dhe ajo e lidhi me këta tela. Mirë po kishte njerëz që rrinin në prit pranë saj në një dhomë të brendshme. Ajo i tha: Samson, filistejt i ke mbi kokë, por ai këputi litaret, ashtu si këputet një fije shtupe kur ndjen zjarrin. Kështu e fshehu forcën e tij, mbeti i panjohur. Atëherë Delilah i tha Sansonit: ja je tallur me mua dhe më ke treguar gënjeshtra, por tani të lutem më thuaj në çfarë gjë mund të lidhesh? Ai ju përgjigj: në qoftë se më lidhnin me litar të rinj që nuk kanë qenë përdorur kurrë, unë do të bëhem i dobët dhe do të jem si çfarëdo burri tjetër. Prandaj Delilah mori litar të rinj, e lidhi dhe i tha: Samson, i ke filistejt mbi kokë. Dhe kishte njerëz në prit në dhomën e brendshme. Ai këputi litaret që kishte në krah si të ishin penj. Atëherë Delilah i tha Samsonit: deri tani je tallur me mua dhe më ke thënë gënjeshtra, tregom me se mund të lidhesh. Dhe ai ju përgjigj: mjafton të thuresh 7 gërsheta të kokës sime në majën e të zgjahut. Ajo i thuri dhe i fiksoi në shulin e të zgjahut, pastaj i tha: Samson, filistejt i ke mbi kokë, por ai u zgjuan nga gjumi dhe shkuli shulin nga të zgjahu dhe nga maja. Atëherë ajo i tha: si mund të më thuash të dua kur zemra jote nuk është me mua? 3 herë më radhë je tallur me mua dhe nuk më ke treguar ku qëndron forca jote e madhe. Tani me qenë se ajo e bezdiste çdo ditë me fjalët e saj dhe e nxiste me ngulm, ai u zemrua për vdekje. Dhe ja qeli asaj tërë zemrën, duke i thënë: kur nuk ka kaluar brisku mbi kokën time, sepse jam një nazareu i Perëndis qysh në barkun e nënës time. Po të ruhesha, forca ime do të ikte, do të bëhesha i dobët dhe i njëllojt si gjithë burrat e tjerë. Kur Delilah u bind që ai ja kishte qelur plotësisht zemrën, dërgoi të tharrasin princat e filistejve dhe u dërgoi këto fjalë: eja një lartë këtë radhë, se ai ma hapi tërë zemrën e tij. Atëherë princat e filistejve të ngjiten tek ajo dhe morën me vete parat. Pastaj ajo e vuri në gjumë mbi gjunjët e saj. Thirri një njeri që i rrovi të 7 gërshetat të kokës të Samsonit. Pastaj filloi ta trajtoje keq dhe fuqia e tij e la. Ajo i tha: Samson, filistejt i ke mbi kokë. Ai u zgjua nga gjumi dhe tha: unë do t'ja dal si herët e tjera, do të shpengohem. Por nuk e dinte që Zoti e kishte braktisur. Dhe filistejt e zunë dhe i nxorën syt, e zbritën në gaza dhe e lidhen me zinxhir prej bronzi, dhe e vunë të rrotulloj mokrën në burg. Ndërkaq flokët e kokës mbasi u rruan, filluan përsëri të rriten. Princat e filistejve u mblodhen për t'i paraqitur një flim të madh Dagonit, perëndis të tyre, dhe për t'u gëzuar. Ata thoshnin: Perëndia ynë na ka dhënë në dorë Samsonin, armikun ton. Por populli e pa
Kur populli e pa filloi të lavderoj Perëndinë e vet, duke thënë, Perëndia ynë na dha në dorë armikun ton, atë që shkatërron vendin ton dhe që ka vrarë aq shumë njerëz tan. Kështu një gëzim i zemrës së tyre, në gëzimin e tyre thanë, silleni Samsonin që të dëfrehemi me te. E nxorën Samsonin nga burgu dhe ai bëri karagjozleqe para tyre. Pastaj e vun midis shtyllave. Atëherë Samsoni i tha fëmijës që e mbante prej dore, lërmë të prek shtyllat mbi të cilat qëndron shtëpia, që të mund të mbështeten në to. Shtëpia ishte plot me burra dhe gra, aty ndodheshin tërë princat e filistevet dhe mbi qati 3.000 veta, burra e gra që shikonin Samsonin ndërsa ky bente palaçon. Atëherë Samsoni kërkoi ndihmën e Zotit dhe tha, o Zot, të lutem mos më harro, më jep forcën e nevojshme për këtë herë vetëm, o Perëndi, që të hakmerrem me filistejt me një goditje të vetme për shkak të humbjes së 2 syve të mi. Pastaj Samsoni kapi 2 shtyllat qendrore që mbanin tempullin dhe u mbështet tek ajo, tek njëra me dorën e djathtë tek tjetra me të majtën. Pastaj Samsoni tha, le të vdes bashkë me filistejt. U përkul pastaj me të gjithë forcën e tij dhe shtëpia u shemb mbi princat dhe mbi gjithë popullin që ndodhej brenda, dhe qenë më shumë ata që ai vrau duke vdekur sa ata që kishte vrarë kur që gjallë. Amen, fjalës të Zotit. Samsoni, një njeri, vëllezër dhe motra, i cili e zgjodhi Perëndia që të jetë gjyqtar mbi popullin e Izraelit. Do më thënë të gjykoj popullin e Perëndis sipas vullnetit të Perëndis, shërptor i Perëndis, i bekuar, ashtu sikur se u zgjodh nga Perëndia, i përkushtuar që fëmijë në Zotin, ashtu sikur se me urdhër të Zotit nëpërmjet engjullit Perëndia i dha prindërve të tij që ta lindnin dhe ta përkushtonin naziret të përkushtuar, siç shkruhej në Dhjatën e Vjetër, dhe forca e tij ishte nga njëra anë tek flokët e kresë që kishte, por nga Zoti ishte kjo fuqi. Dhe Perëndia e kishte zgjedhur, sikurse njerëz të tjerë kishte zgjedhur Perëndia gjithë atë kohë që populli i Izraelit gjendej në një kur ishte larg Perëndis, kur largohej nga Perëndia, vinte mëkati mbi ta, sepse kur zemra e njeriu të Perëndis largohet nga ngrohtësia, nga zjarri i Perëndis dhe nga prania e Zotit, atëherë zemra do besohet, mpaket, fishket dhe në fund vjen mëkati dhe mbretëron në atë zemër dhe në atë trup. Kështu pra, vëllezër dhe motra, populli i Izraelit, ndërsa largohej nga Perëndia, Perëndia dërgonte nga ana tjetër një shpëtimtar, sepse populli këllthiste dhe thoshte, Zot na shpëton nga armiqt. Armiqt e Izraelit atëherë ishin filistejt, më të shumtit. Edhe të tjerë, por filistejt ishin ato më të shumtit. Zot na shpëto, na çliro, nga forco Zot, thirrte populli i Perëndis. Dhe atëherë Perëndia, sikurse është i dhëmshur, i mëshirshëm dhe i durueshëm, dërgonte gjyqtar dhe kështu shpëtonte popullin. Por çfarë zemret edhe ajo? Përsëri populli bënte të njëjtat. Përsëri largohej nga vullneti i Perëndis. Thërriste Perëndia, jepte urdhëra Zoti me profetët, me mësuesit, me gjyqtarët. Por populli gjithmonë, vëllezër dhe motra, dhe shohim në Dhjatën e Vjetër, njerëzit, izraelitët që kishin kaq premtime të bekuara nga vetë Perëndia, zemra e tyre shpesh herë dhe në më të shumtat largohen nga vullneti i Perëndis, mbushej me mëkat, mbushej me duke dashur të largohej nga Zoti. Dhe erdhi Krishti, i cili qau mbi Jeruzalemin dhe tha, Jeruzalem, Jeruzalem. Qau 2 herë në Jeruzalem, na thot fjala e Perëndis, të paktën. Qau në mbi atë qytet, sikur se thoshte, desha që ti u mbledhi
dua t'ju mbledhi, i thoshte popullit të Izraelit, sikur se mbledh pula ose kloçka zogjtë e saj, por nuk mund të Perëndia ta bente. Perëndia mund ta bente, por ju nuk deshet, thot. Dhe shohim vëllezër dhe motra se ndërsa kjo na drejtohet tek unë dhe tek ti, që ta duam ngushëllimin e Zotit. E duam ngushëllimin e Zotit. E duam që të na mbledhë Zoti në flatrat e tij. Patjetër që e duam dhe e kërkojmë vëllezër dhe motra. Por si do të na mbledh Zoti kur zemra ime është e zbuluar përpara mëkatit. Kur zemra ime është e lënë në atë botë të mëkatit. Dhe përsëri Perëndia është i dhëmshur, i mëshirshëm dhe bën hir kur njeriu i Perëndisë tharret kështu. Dhe këtu vim përsëri në këtë pjesë që lexojmë, Samsoni është një njeri i Perëndisë, nga Perëndia i dhënë dhe i dërguar. Ai njeri na thot shkrimi në paragrafin e 4, ndërsa ishte i përkushtuar tek Perëndia, ashtu sikur se fryma e shenjtë vinte mbi të dhe ngrinte në repartin e Danit atje ku ishte. Dhe shohim se si fryma e shenjtë vinte mbi të dhe jepte kaq forcë që të luftonte dhe t'i mposhte armiqt. Këtu duket dobësia e tij e madhe, e cila sigurisht kjo dobësia e tij ishte ashtu sikur se thot, ishte e vazhdueshme kjo dobësi dhe nuk ishte tjetër përveç se mishit të tij të zotëroj në trupin e tij dhe në jetën e tij. Ndërsa Perëndia e vizitonte dhe bënte hir dhe mëshirë mbi të, e shohim se ky arriti në atë pikë këtu ku lexuam dhe është pjesa e fundit, pak përpara fundit të jetës së këtij njeriu, të atij njeriu të bekuar të Samsonit në jetën e tij, të largohet plotësisht nga Perëndia, të largohet nga prania e Perëndisë, të dorëzohet në duart e djallit të filistejve të atëherë, të tallen me të, sepse djalli atë që don të bëj është që ta tallë njeriu, ta përqesh dhe veçanërisht njeriu që është larguar nga prania e Perëndisë. Por si u bë kjo? Kjo u bë në gjumin e tij frymëror, ku e la mishin dhe mëkatin të përparoj në jetën e tij dhe nuk kundërshtoi mëkatin dhe nuk i tha jo mëkatit. Thua jo mëkatit vëlla dhe motër. Ti themi jo mëkatit. Vëllezër dhe motër, të largohemi nga mëkati. Samsoni nuk u ruajt prej kësaj, me të vërtet e mori gjumi në gjunjët e Dalidas. Dhe ne jemi gati të na marrë gjumi në këmbët e mëkatit, nëse nuk duam, nëse nuk qëndrojmë që të kundërshtojmë këtë turm, këtë dallk të mëkatit që vjen, sikurse është ai mëkati që na përshtjellon, thot apostulli Paul, kundërshtoni, thot, kundërshtoni. Samsoni pra u dashurua me një grua tek lugina e Sorekut, nuk pa që të shifte nëse ishte prej popullit të Perëndisë, nuk vuri as pak që të shoh dhe t'i jape kujdes se cili është vullneti i Perëndisë, por shkoi të shoh një grua nga filistejt, një grua nga bota, do të thonim ne sot. Ki kujdes, të lutem. Kujdes ku e hedh shikimin tënd. Kujdes ku shef zemra jote. Ki kujdes kush të afrohet. Është armiku shpeshherë, vëllezër dhe motra, që dërgon njerëz që të afrohen dhe veçanërisht të drejtohen të rinjve dhe të rejave, por edhe të mëdhenjve që të bëjnë lajka, Dalida i bëri lajka atij, sa i mirë që je, sa i fuqishëm që je, sa i shëndritshëm je, dhe tham se bitë e Perëndisë ndriçojnë në këtë botë. Dhe njeriu i Perëndisë, nëse nuk ruhet, mëkatin e ka pranë. Nëse nuk i kundërshton asaj dëshirës të armikut, sulmit të armikut me armët e Perëndisë, sikur do të shohim pastaj, do të bjerë, sepse nuk jemi të fortë pa Perëndinë. Nuk jemi të fortë.
Vetëm kur të jemi në pranin e Perëndis, kur të shijojmë pranin e Perëndis, përmbushen me frymën e shenjtë, përqafimin e Zotit dhe përqafimin e kishës dhe të vëllezërve, atëherë jemi të sigurt. Dhe nuk mundet i ligu të na bëjë asgjë. Ajo grua pra, ju afrua Samsonit, u ngjiten princat e filistejve, pra njerëzit e saj ju afruan dhe i thanë, të lutem, merre më të mirë, të kemi kujdes ato që na marrin më të mirë, vëllezër dhe motra, që na bëjnë lajka, Njeriu i Perëndis nuk bie në kurthe të tilla. Njeriu i Perëndis nëse don dikënd e nderon dhe e respekton, sikurse thotë të duani dhe të nderoni njëri tjetrin, thotë fjala e Perëndis, por jo me gënjeshtra ta sjellim tjetrin në një pozicion të vështirë. Këtu shohim që i ligu përdor çdo armë të tij që të hedh atë të fuqishëm, të fortë në frymë të shenjtë atë njeri dhe kërkon të gjej dikund një dritare në jetën e këtij njeriu që të mundet ta hedhë poshtë, të mundet që ta shkatërrojë. Ma a është e mundur që ai njeri që shkatron gjithë armiqtë e tij, që është i fuqishëm, është e mundur, sepse njeri është sikurse të gjithë jemi njerëz dhe pësojmë të njëjtat gjëra. Për këtë të themi se siguria jonë është Zoti. Merre më të mira, i thojnë filistejnët, dhe shifi se ku është e fshehur ajo forcë e tij e madhe. Dhe me çfarë mënyret mund ta mposhtim atë. Pra, fjalë të pastra i kërkojnë asaj, domethënë diçka të përcaktuar. Shif të gjesh sekretin e tij që të mund ta lidhim, ta mposhtim dhe do të paguajmë patjetër. Bota jeton në paran, jeton për paran, për atë lavdin, për lavdin e kësaj bote, do të lartësojmë, do të japim para dhe dalida tha në vend. Ajo sigurisht nuk ishte një e rilindur, nuk ishte një besimtare, do të thonim sot, nuk është një vajzë që është nga populli i Perëndis, e pastër e shenjtë, por një njeri i botës ishte, të cilën Samsoni e mendoi se ishte mirë të ishte me te, për që ta donte atë, dhe ju afrua. I thot, tregom të lutem, ma sa e kulturuar është ajo dalida. Dhe sa herë djalli, vëllezër dhe motra, do të vijë me mënyra të ndryshme dhe vazhdon gjithmonë me ato mënyrat anësore që të ta afrohet, të bëjë që ti nënshtrohesh atij dhe vullnetit të tij. Më kujtohet kur besoi gruaja ime në Zotin, ishin afruar njerëz nga ambienti i saj, farefisit të saj, që ta bëjnë të mos besoj, të ndalojnë domethënë. Dhe një herë i thonim se ne do të vdesim nëse ti do të shkosh në atë kish, të godet në ndërgjegje, ne do të humbasim nga pikollimi jo nëse shkon ti në atë kish. Dhe të njëjtën gjë thonin edhe prindrit e mi kur besova unë. Do të vdesim, më thoshte nëna do të vdes, akoma s'ka vdekur, aleluja. 93 vjeçë është. E përgatit Zoti. Por unë do të vdes, thot, nëse ti shkon në Krishtin. Pastaj më shikonte me Biblën në dorë, kush do të martohej ty? Me kë do të martohesh ti që ke një Bibël në dorë? Dhe thoja unë atëherë, s'kisha njohur akoma kishën. E thosha me të vërtet, kush do të martohet me mua? Gjithë shoqëritë e mia, vajzat që kishta dikur, gjithë shokët dhe shoqet e mia, sapo ju thosha për Krishtin, largoheshin prej meje. Por vëllezër dhe motra, kisha dashur Krishtin, sikurse të gjithë ne vëllezër dhe motra. Dhe kur të duash Krishtin, nuk don që ta mërzitesh. Nuk don që ta akoma dhe në qoftë se të gjithë vinë kundër teje, kështu nuk thot Davidi. Dhe në qoftë se të gjithë vinë kundër meje, unë të kam ty o Zot. Aleluja. Dhe në qoftë se të gjithë janë kundër meje, të gjithë me shajin dhe metallin, unë të kam ty o Jezus. Aleluja. Pastaj, pas kërcënimeve, më falni, kishte kërcënime të tjera. Do të rraf, më thoshte. Jo, do të rraf, thoshte. Mos shko në atë kish dhe unë do të blej makinë. Do të blej një makinë. Këto janë lajkat, të marrin me të mirë. Këtë nuk i themi nga vetë provoja jonë vetëm, por janë të shkruajtura në shkrim këto. Se djalli përdor shumë mënyra dinake që të hedhë në mëkat. Ki kujdes, thuaj jo mëkatit.
Mos luaj me mëkatin. Të mos jesh në prag të mëkatit, vëllezër dhe motra. Tregoi Zoti, vëllezër dhe motra, më kujtohet, më kishte treguar një motër nga rinia, një vajzë më vitet e kaluara, të cilën e pash dhe ishte në prag të një greminet. Gremina ishte shumë e madhe, e thellë. Dhe ajo vajzë shkonte majtas djathtas në kufint, do më thënë njëra këm paka shumë ishte në boshlek, dhe shkonte aty në prag të gremines, këndonte, qeshte, sikur të mos kishte ndodhur ndonjë gjë. Dhe më dhembi zemra ime në lutje, sepse kuptova se kështu është njeriu i Perëndis që luan me mëkatin. Mendon se kështu do të bëj dhe do të ngrihet përsëri, do të mbushem përsëri me frymë të shenjtë dhe do të bëj, por e ka zënë gjumi frymëror. Dhe aty ku është gati që të bëjë një hap për të ngritur, gjendet në fund të gremines dhe humbet shpirti. Vëllezër dhe motra, ju lutem shumë në emër të Jezu Krishtit, ti themi jo mëkatit, ti kundërshtojmë asaj që djalli na sjell në jetën tonë. Është ora tani dhe gjithmonë patjetër, por tani veçanërisht saqë shohim që po afrohet dita. Perëndia ka për të na dhënë armë të bukura për të luftuar. Futu në atë betejë, kundërshtoje mëkatin. Jepe betejën tënde kundër mëkatit dhe Perëndia do të jetë me ty dhe do të të bekojë. Merr vendim dhe jo si Samsoni që e mori gjumi në gjunjët e Dalida. Tani ai nuk e di, i thot gënjeshtra në fillim të paktën, nuk don që t'i tregoj fillimisht dhe mendonte se kështu do të ishte jeta ime dhe gjithmonë do t'ja dal, thoshte Samsoni. E provon me 7 litar të lagët të zgjahut, e thërrit 7 thërret Dalidaj pasi e lidhi Filistejnët, thërret Dalidaj ngriu si ke Filistejnë mbi kokë, ngrihet, zgjidhet, sepse nuk ishte ky sekreti i forcës së tij. Zgjidhet dhe në vend që ai njeri të mendoj se çfarë po bëhet tani, luajta me mëkatin dhe rash në te. Tani të bëj të njëjtën gjë përsëri. E pa pra se mund ta vrisnin Filistejnët. Të dytën herë përsëri Dalida. Ti më tallet të parën herë, i thot. Me the gënjeshtra domethënë, e tmerrshme, është e tmerrshme që si vjen armiku të na afrohet, vëllezër dhe motra, nëse nuk i kemi gjymtyrët ton të stërvitura. Dhe më the gënjeshtra, të lutem përsëri me kultura jo, Më thuaj, i thot, ku është forca jote, sekreti i forcës sate? Tani thot me litar të rinë dhe jo të lagur sikur të paren. E lidhen me 7 litar të rinë, por përsëri u çlirua të dytën herë. Të tretën herë përsëri Dalida, këmbgul, deri tani më ke tallur dhe më the 2 herë të tjera gënjeshtra. Më thuaj këtë rrallë, i thot, tani vazhdon dhe nuk ndalon duke e lutur Dalida. Vazhdon dhe të bëhet gjithnjë më këmbgulese. I thot, 7 greshetat e kokës time të lidhesh. Vazhdon pra tani dal nga dal njeriu, nëse nuk ruhet, nuk bën kujdes, vazhdon që të jap gjithë zemrën e tij, sepse në fund ajo do të bëhet, do ta jap gjithë zemrën e tij në mëkat. Dhe aty do të ta pesoj. Pak dhe pak në fillim me litaret e lagët, pastaj me litaret e rinë, tani me greshetat e kokës së tij dhe i afrohet dhe hapi i arshëm është që ti pres flokët, se do t'ja tregojë gjithë sekretin. U zgjua, thot, prej gjumit të tij, ishte në gjumë, vëllezër dhe motra, dhe nuk flasim për këtë gjumë të kësaj jetët, por flasim për gjumin frymëror, vëllezër dhe motra. Atë gjumë që ka njeriu i Perëndis dhe e vën në gjumë i ligu, nuk vazhdon betejën e time dhe kështu vjen mëkati në jetën e tij. Përfundimisht i afrohet pra të 4-ën herë dhe i thot në paragrafin e 15. Si thua se të dua ndërsa zemra jote nuk është me mua, vëllezër dhe motra, bëhet luftë e madhe për zemrën tënde. Nga njëra anë lufton djalli që ta fitoj dhe nga njëra anë Perëndia. Kujt do t'ja japësh? Kujt do t'ja ofrojmë zemrën tonë, vëllezër dhe motra?
Don Perëndia që të japim gjithë zemrën tonë. Don që ta duam me gjithë zemrën tonë. Ma përse Zot don të duam me gjithë zemër? Nga njëra anë se është Perëndi i zellshëm, dha birin e tij për ne. Kështu nuk është. Dha birin e tij që të kryqëzohet në kryq të Golgotës, që të çlirohesh nga mëkati. Nuk ja vlen që të japim gjithë zemrën tonë atij. Por shpesh herë, vëllezër dhe motra, mbajmë edhe për ne, nuk ja japim të gjitha Perëndis, nuk ja ofrojmë të gjitha. E dini se Perëndia, dhe kemi thënë shumë herë, nuk don shumë nga ne. Urdhrat e tij nuk janë të rënda. Mund të duken mbase të rënda, por janë të rënda për atë njeri që nuk është i rilindur, që nuk është i mbushur me frymën e shenjtë, që nuk është i bashkuar me Perëndin, aleluja. Por Perëndia thot diçka, më jep gjithë zemrën tënde. Ma si ta bëhet të jap gjithë zemrën, derisa unë ndikohem nga kjo, ndikohem nga tjetra. Vazhdo të japësh zemrën tënde tek Perëndia. Përkushtoje zemrën tënde tek Perëndia dhe thuaj, Zot, të lutem, këtë e di se kjo nuk bën në jetën time, nuk e dua në jetën time. Unë të lutem në këtë moment e dënoj në emër të Jezu Krishtit. Eja ti dhe ndihmom dhe bëje hapin e parë, përparo në gjërat frymërore. Largoje, hiqu nga mëkati. Thuaj jo mëkatit, mos luaj me mëkatin. Preje mëkatin, sepse Zoti do të jap një shpatë që të presësh zinxhirët e mëkatit. Dhe do të bësh kështu, dhe ato që nuk thyeshin me asnjë mënyrë, do t'i thyej fryma e shenjtë, do t'i thyej fjala e Perëndis. Afroju Zotit, jo sikur Samsoni, vëllezër dhe motra. Samsonin që zuri gjumi dhe në fund vajtën, i pren flokët, humbi forca e tij dhe mendoi përsëri se do të ngrihej sikur radhët e tjera. Ju kujtua përsëri ajo koha kur ishte me Zotin, kur i jepte gjithmonë fitore Zoti, por tani e ka humbur forcën e tij. Djalli e ka marrë zemrën e tij tani më. Dhe ishte larguar Perëndia prej tij. Dhe e kemi thënë se nuk ikën Perëndia. Në të vërtetën ne jemi që largohemi. Me mënyrën e të jetuarit tonë ne largohemi prej Perëndis. Perëndia është atje dhe na pret. Është aty gjithmonë gati dhe na pret që të kthehemi dhe të pendohemi. Mori sigurisht në fund të jetës të tij dhe pas ju rrit forca e tij përsëri, kaloi nga ajo përulje e madhe nga armiku i shpirtit që të tallen me te, ta përqeshin atë sepse djalli çfarëdo që të premtoj është gënjeshtër, sepse është ati gënjeshtrës. Do të bëj të madh, do të të jap lavdi, do të jap nderime, do të të jap njerëz pranë që të duan, do të të jap gjendje që të kalosh mirë, punë të bukura, të shumta, që të punosh 14 orë në ditë, të kesh, të shpenzosh, të kesh, të të ofroj shumë, Do më thënë do të jap dritat e Babilonës. Mos u bind në ato që të thot. Të lutem në emër të Krishtit, mos u bind. Thuaj jo mëkatit. Thuaj jo ofertave të tij dhe thuaj po ofertave të frymës të shenjtë. Dhe Perëndia do të të çliroj, do të të përqafoj dhe do të shpëtohesh dhe do të shpëtohemi dhe do të qëndrojmë deri në fund pranë tij. Amen.